Shqipëria ndodhet në ditën e 4 të modit të keq, ku përmbytjet kanë shkaktuar dëme kolosale në vend, ku sipas të dhënave përfundimtare deri më tani janë mbi 1500 shtëpi dhe mbi 13.000 toka të cilat janë nën ujë. Grupi xhirimit të televizionit Skan ishte në zonën e Durrësit dhe konkretisht në Ishkënet. Ajo që u vure janë disa përmirësime të lehta në disa zona të Ishkënetës, por situata problematike vjon të jetë e njëjtë. Ndërkohë, shërbimet e emergjencës tashmë janë në terren duke bërë verifikimet e imtësishme për sa i përket zonave të cilat janë të prekura dhe të atyre shtëpive të cilat janë nën ujë. Aktualisht jemi zhvendosur në zonën e Sukthit, ku nga daljet e lumit Terzen, rreth 2500 hektar tokë bujqësore është nën ujë, por sipas të dhënave të fundit raportohet se rreth 842 banorët janë të evakuuar, nga ku 299 janë pranë familjarëve të tyre, 543 janë të akomoduar, në Kavallishenca janë 251 persona, në shtëpinë e pushimit 85 persona dhe nëpër struktura akomoduese janë 178 persona. Në zonën e Vadardhës, uji ka nisur të tërhiqet disi, por megjithatë, autoritetet mbeten në gatishmëri për shkak të pasojave të shumta të përmbytjeve. Në këtë zonë janë evakuuar 322 persona, nga të cilët 76 janë strehuar në hotele, ndërsa 246 janë akomoduar pranë familjarëve të tyre. Ndërkohë, sipas të dhënave të fundit të azhurnuara, mbi dëmet në këtë zonë janë mbi 2380 banesa të cilat janë të verifikuara dhe mbi 800 akte konstatimi në total.